që punoni këtu? Unë kam 30 vite. Më përpara keni punuar diçka tjetër? Ja. E keni filluar me tregtin? Në pikë që kana nga Dibra, kana për këtë tregti. Dhe si filluat këtu, diku tjetër? Do venet marë. Në parë që se e di, ne kena pas fillu të shqip të stacioni trenit, që sot është bërë palat. Ko është furë e bukës, aty ka pas jam fush. Ne aty kena fillu tregti. Kemi pas me produktet tona, kur kemi arga Dibra, ishim qep, patate, shërgjana, fasole, që kena hapë. Pas të fillum të ble, nga pazari që ishte shumica, dhe është që shetë këtë treni. Nga treni pasaj kena dalë në pazar të ri. Kena fillu atje të shumë. Ja atje pasaj, kemi ardhë në uzin Dinama mrena. Mi qa me tavolina. Pasaj, të prish aty, kemi ardhë të. Dhe këtu sa vite keni? Tu kam e 15 vite këtu. Në këtë vend? Në këtë vend. Keni klientel tuaj, janë vi njerëz të ri? Kemi klient, kemi 3 vjetëri, të gjithë, se rrugë e madhe. Duke qenë se ti ke ndryshuar disa vendodhje të pikës tënde, ku ka qenë puna më e mirë? Puna më e mirë në fjallë në vitën 2000, që ishim pazar në ri. Atës ishte fluksi i madh për shemb, por nuk ka se kishte mall kaq sa ka sot. Sot ka mall shumë, normale dytë e mirë se bjerë dhe puna i qik ma është. Puna më pak. Po, mall të shi për shemb ka ma shumë. Mallin tani e mirë nga furnitor. Normale. Ti punon bashkë me familjen apo? Me familjen. Unë jam me vllajnë e 2 noset. Po fëmijët vinë këtu, ju ndihmojnë? Fëmijët kanë morë drejtime tjera. Nuk ju ndihmojnë? Ja. Po si është dita, kur zjoni në mëngjes, kur e mbyllni? Në 3:30 të mjesit dhe në 10 të darkës. E kemi bërë me turne, për shembull unë me nosën time rrim para dite, kurse vllai me gjithë nosën e vet rrim pas dite. Po kuptoj se s'ma gjithë ditën nga 3:30 deri në darkës. Shumë orari i zgjatur. Është e lodhshme? Shumë. E keni menduar ndonjëherë që ta lini? Këtë pyetje ma ka bërë dhe nusja ime mi vjell, edhe sa vite do ta qesh këtë lloj pune. Po. Po, varet jetës. 70 lek. Po që se kalamaj do thënë stop, se do punojmë ne, e pastaj e lëm punën. Po, e lini në dorë të fëmijëve? Pa normale, të shisa. Si që lëm prindit tonë, për shembull, në dorë thotë, edhe ne do ta lëm për shembull në dorë të kalamajve, sepse shoqërisë zotit madh i kimi dhe kalamajt. Me që i përmende prindit kanë qenë tregtar apo jo? Nuk ishin e kësaj? Mami ka qenë në kohën të komunizmit, ka qenë në forgjie, me gjithë babë. Po. Ka pas bërë bukë. Po. Po, dytë një mishme, shemë buka u përshote me peshë. Po. Edhe, kur të njarë nga këtë se ta shpëgore më parë, në jetë këna për vlej tregti. Po ka ja pas bërë tregti edhe në Dibër. Edhe atje? Po, kemi pas dyqan ushqimor, edhe dëshëm në çdo ditë djele në pazar të Shupenzës, po që se e di, e këtë dëgju. Pia atje pastaj erdhëm te. Tani e ndani jetën me Dibrës dhe Tiranës apo një vetëm këtu? Dibra të shi ka marrë fund për ne, sepse ka marrë fund. Shkojmë në Dibër, po jam prish gjanat. Dibra, nuk se ka marrë fund. Se Dibra sa ka fillu, rregullohet, sepse jo rruga e gjana është perspektiva tjetër, e kupton? Se të shi shko për jo, shko në Dibër, jo e 20 minutë, e gjithë shko në Dibër. Shko, po, avash. Po që të shkosh në Dibër për shembull, që të fillosh një jetë, nga e para do të fillosh nga Aja. Po. Që erdhëm nga Aja këtu, të që të shkojmë nga Aja në Dibër, a kupton? Nuk kthehemi mbrapa. Ja, kthehemi mbrapa nuk ka, po që të bësh një shtëpi për shef për shembull, është mirë. Ka ditë që ju nuk fitoni, nuk keni fitime? Ka sa dush o gocë. I tregtar që nuk pranon humje nuk është tregtar. Po të pranosh edhe humjen dhe fitimin. Po. Po fluksi më i madh kur është në mëngjes? Fluksi i qik mëngjes, të shi për shembull që dalin to tregu i mapi dhe vesh mateve, për shembull fillojnë e vinë, a kupton? Yes. Edhe ka ora 1:30, 2 ka fluks. Do ta sugjeroje si punë për ne të rinj?
Do drejt, Po, drejtën. pse jo? Ashtë. Unë që je me lek me i fjallë gjatë gjithë kohës. Po. Nuk o se je pa lek. Gjatë gjithë kohës, ke e takë. Kur thot me i fjallë që rrjedh nga pak, po njëllë për ditë. Po unë jam Gjemil Peshtanaku, ta dish ti, nga Berati kam ardhur dhe jetoj sot këtu në Tiranë. Dhe jam pensionist. Tani me të ardhur me pensionin që marrë nuk më mjafton. Unë kam kalamaj, po i kam jashtë. Ata kanë familjet e veta që nuk na ndihmojnë e shkurt. Po. Ose nuk i kërkojmë ne ndihmë sot për sot, se ne tani merrem me këtë biznesin e vogël këtu. Kryesisht ullinjë që unë kam vetë, si gjithë shqiptarët që mbas ligjit 7501, shumë ullinjë unë i prodhoj vetë, edhe blen të në treg, edhe punoj këtu. Me çfarë je marrë para se të ishe këtu në treg? Në bujqësi kam punu. Po. Fshatar me fjalë. Kur nise të ishe tregtar? Tregtar kam krye ime mund të ketë 20 vjet, po ka shitur në vende të ndryshme, jo me dyqan kështu. Në Përtezga që janë këtu. Tani joja u bab shkon të dyne se një njerëz se përballon dot. Po. Edhe furnizimet e tëra këto punë që ka tregu. Edhe tani kemi 4 vjet që kemi marrë këtë dyqanin me qira. Si shkon Po puna? qiraja tani për mua ose tregtia sot në krahasim unë e krahasoj me një vit më parë, ka rënë 50% më pak. Tani kush është defekti, tani janë rritur çmimet. E mendon As ka ndonjëherë? fuqi blera, po mua s'ka para populli, se populli do të hajnë. Po. Po ai që do të marrë 1 kilo ulli, ai merr gjysmë kilo, ose merr 1000 lekë thotë. 1000 lekë të hanë 2 veta, aq është. E mendon ndonjëherë që ta lësh siç e fute kësaj? Jo, jo, mosha çka mu, tani unë them sa të kem fuqi të punoj. Po kur të shoh nesër që s'ka mundësi me bërë këto punë, do e le. Po ullinjt I përgatis vetëm. Përgatit vetë. Unë jam, ose unë punoj me teorinë që kam punuar gjyshrit tanë. As një lloj solucioni, se unë e përgatis vetë ullin. Shumicën e prodhoj vetë. Edhe e përgatis vetë, edhe e shes vetë. Do më që i thonë bio. nga Berati. Apo, edhe ulli kokërmath i Beratit, ja. Nga mëngjesi, kur vjen këtu? Unë vinë gjë në orën 8 dhe rrigjin 4 në 5, ka rast se do ikin Berat deri në 12 natë sa të vinë këtu prapë. Se unë dije mora të ulli, nishen Berat. Po. Edhe unë nisa vajt atje, dhe atje mora, e ngarkova me makinë dhe erdhe ma vash. E kam marrë në orën 10, Po. mos gaboj. Është e lodhshme? E s'ka dhe kjo vështirësitë e veta pa tjetër. Dhe si çdo punë, po punove edhe do lodhesh, edhe do fitosh, edhe do mbash. Keni Kështu ka klientelën tuaj apo vini njerëz Ka të rinj? pjesërisht, ka klientelë që vinë të rregullisht, po ka dhe këtu, se i thonë tregu që ja i lirë këtu, nuk është më quhet këtu, tani edhe ka kalimtarë të ndryshëm, ça marrin, ça e pëlqejnë mallin, ça se pëlqejnë, se varet. Po fëmijëve ja sugjeron tregtin? Jo, fëmijët e mi për mua kanë zanat tjetër, se unë kanë 3 çuna që punojnë këtu. Ata kanë zanatin e tyre. Ata s'do ta dinë fare për. As nuk e dinë mbesat të niprit. Po ti nuk e sugjeron. Me puna ose me xhiro që bëhet këtu për mua, këtu ti çift i ri ose i familje e re, për mua është e vështirë që ta përballosh, se nuk kanë interes shumë për mua. Namin e ka kjo gjë, punon tregti tjetër, ka dyqan, ka këtë, po mua më merr këtë dyqani 500.000 lekë. Qiraja. Fut drita ti, fut atë taktikat e tjera që duan ta, jo sigurime shëndetësore, jo ujë, jo drita, e kur të shikosh ti, për mua si pensionist, po ngele pak kreqave stepe. Shumë S'ka faleminderit. gjë, shumë Punë të faleminderit. mbar. Kaloni mirë. Sa vite ke që punon këtu? Kam 18 vjet. Ke punuar diçka tjetër para se të ishe Po, kam tregtar? pas punuar më përpara ke një fabrikë që boshim turshik. Edhe pastaj kam pas punuar edhe bosha peta byreku, tani jam tregtare. Pse e le punët e tjera? S'm pëlqejnë ato, këtu kisha më shumë fitim, isha edhe më e pavarur. Si e përshkruan ditën tënde? Kur zgjohesh në mëngjes? Në orën 4, Dhe deri kur rri këtu? deri në orën 6. Është e lodhshme? Shumë. Do e Lodhje, sugjeron? stresuese, gjitha. Do e Për sugjeron? shembull, kë fëmijët e mi nuk do të sugjeroj, se ka shumë lodhje pa famë, stres shumë. Po, Por ti ke lënë punët e tjera në krahasim me tregtin. e kam lënë se unë nuk kam shkollë, për shembull, kam vetëm 8 vite dhe Po. nuk mund të punoj dot më asnjëherë. Si është puna në krahasim me gjatë gjithë këtyre 18 viteve që ti ke punuar tregtare? Normal që është ka rënë shumë, nuk është siç ka qenë, po kënaqur jemi, do themi zotit faleminderit. Keni klientel tuaj? Kemi. Edhe pikërisht edhe kameramanin tuaj kemi klientë.
Faleminderit. Faleminderit edhe ju kalofshi mirë. Kam punu në artistike Migjeni në punime druri, në gdhëndje, dekor me pikturë. Për sa vite? Për sa vite? 25 vite. Edhe pastaj erdhi demokracia, dolëm në rrugë të madhe. Fillova tregtin se ishin fëmijë pa u rregulluar me punë. Dhe fillove këtu tek tregu apo diku tjetër? Ke tregu që në pazar Tringa, pazar i ri këtu. Edhe kjo jam këtu. Në krahasim punën që ke bërë më përpara me këtë punën që ke tani, kush mendon që është më e mirë? Më e mirë ishte fillimi, se kishte punë. Këtu në tregti. Në tregti, sistemi. Kurse tash s'ka punë fare. Tash ka marrë fund çdo gjë. Do e sugjeroja tregtin te fëmijët e tu? Tash jo, kur? Se s'ka punë. Nuk ka njerëz. Po nëse Po shati vendi. Nëse do ishin akoma ndërmarrje që ti përmend, do punoja atje apo do i futesh te tregti? Ndërmarrje isha shumë mirë ndërmarrje. Bonim punë, ishte mirë me rregulla me gjitha, po ishte mirë. Tash është drejt fundit, s'kam ku t'i çoj. Nga zonë Rrota Bishtin kur i them. Ku ta çoj mallin. Fillon Baçi, nga Përmeti, banoj këtu në Tiranë, po bëj gati 30 vjet që kam ardhur, kurse me tregtin këtu 22 vjet. Po përpara çfarë pune ke punuar? Kam punuar në kooperativa këtu në fshat. Edhe para sistemit. Po. Në rast e demokracisë kam qenë këtu. Kemi punuar këtu te uzina Dinamo se ka qenë këtu mbi te. Goxha, gjithsej 22 vjet. Tani me këto çmimet, njëri ulen, një ngërjen, po bollek ka patur bollek. Po. Se kam sjell shatarësia, na rrethet ka ardhur. Edhe tani, me të drejtën, unë si pensionist, kam 50 që kam dalë, jam tepër i kënaqur. Po. Kam punuar, kam edhe shtëpi, kemi marrë diçka. Edhe njerëzit, prapë janë kënaqur. Me ato mundësi që kemi patur, se ne e blem. Do zgjidhje sërish të punoje si tregtar gjatë këtyre viteve? Po, zgjidhje. Apo do e zgjidhje me një profesion tjetër, do e ndroje? Jo, më lyri qef këtë profesion, e kisha me pasion, pa në një Si e nisen? Nisa me të vogël biznesin ja. Morë malë 50.000, 60.000, 100.000 lekë, se nuk e kisha bërë në një. Po. Avash amjetoro, edhe kam dalë mirë. Po ndonjëherë me humbje ke dalë? Me humbje, Po. ka raste të ralla, po jo humbje madhe shumë. Po. Se ne aqedhim, kur marrim malë, 200.000 lekë malë. 5-6 muaj mund të mbasi 50.000, ja 100.000 fillon. Nuk është në një humbje madhe, kështu se kemi punuar, kemi fituar. Po familja të ndihmon? Jo, familja jo, gruan se kam me vete, unë kam në shtëpi. Po fëmijëve do ja u sugjeroje tregtin si profesion? Fëmijëve të marrë veshti, kur kam ardhur këtu në 94, kam vetur 3 vjet këtu, më ka niku fëmija në Greqi. Edhe punoja këta 5 vjet të pazari i ri, vetë kam iku pas fëmija një 5 vjet në Greqi, erdha këtu, i rregullova fëmijët atje, edhe fillova punën time këtu. Mu rregulluam shtëpi aty. Sërish me tregtin edhe kur erdhe nga Greqia? Po, me tregtin. Edhe kam 7 vjet që janë dalë pension, e kanë lënë me shkëputje. Vazhdoj tani 6 muaj vajte fshat të dimrit, 6 muaj të verzi këtu, nuk ripa punë, zanatin e kam e qenë, bënd të e ka, punën. Po si punë këtu, kaq vite, ka qenë punë e zezë, pa sigurime shoqërore, pa gjëra kështu. Këtu që të njifshi. Që kur vjen këtu? Këtu vim më 6, më 7, po bëjmë furnizimin. Po. E vim, labi malli, rrim dhe në ara 4, 5, i kemi shtëpi të lodhur, që në bëjmë. Unë të mbarë. Falendes shumë. Sa vite keni që punoni këtu? Në tregti 30. Ke punuar gjithmonë këtu në treg apo? Pazar të ri edhe këtu. Çfarë ke punuar para se të ishe tregtare? Para që ishte tregtare ishte para 90-s, me fjalë dhe ja 2 vjet, 3 vjet nuk kem punuar shumë ferm, pastaj u kthy demokracia, punën tonë, në arat tona. Si e nise tregtin? Tregtin e u martova, pastaj burri punon të tregti dhe u mësova me burrin punojmë bashkë. Vazhdove dhe ti të punoni Po, biznes njëjtën familjar. gjë, po. Do ta ndryshoj me një punë tjetër?
Jo, Po fëmijëve të doja sugjeroje si punë tregtin? jo. Pse? Është shumë punë e vështirë dhe kam shumë stres. Kështu që të dyre, fëmijëve të kam dhënë vetëm kam dhënë zënat të dyve. Po kush është stresi kësaj pune? Ja që nuk shitet malli dhe pastaj kalo. Pse s'u shitet, pse s'u bë, pse s'u dredhe dhe mendo, normale. Po si e nis ditën ti që kur vjen këtu? Po ngremi mëngjes, pim në çaj ndonjë të shtëpia, pastaj vim këtu hapim mallin, pastaj presim. Po na erdhi njëri, mirë. Nëse na erdhi njëri, mbyllim ikim, po të njëjtën punë kemi. Keni klientelën tuaj apo kalimtar? S'ka klientel mas, se s'ka, varfruar shumë populli. Pensionista, ruajnë kuaj 50 lek më lirë, 50-100 më lirë. Pensionista s'ka më. Ishte përpara që kishte klientel, kishte edhe punë. Tani s'ka. Unë jam Gëzim Gjoni. Gëzim, sa vite ke që punon si tregtare? Kam qenë vitet nga fundi 76, dhe me thënë diku dhjetori 76 e sot. Ke menduar një njërë ta lësh tregtin? Ja, e bëj me pasion. Po si e niste? E kom nisur nga mosha 15 vjeç, për arsye biografie, Që do të thotë? që do të thotë që isha nxënës si shkëlqyer në matematik fizik, por për arsye biografie, motra ime në 17 kishte marrë fakultetin për gjuruse, edhe fejohet e martohet, pas 6 muajve martesë i bie shoqi në burg. Edhe për hir të asaj, se atëherë ishte sistemi komunist, sistemi i Enverit, ta quishin dhëndrin sikur e ke njëri familje dhe unë me mesatare 9.7 në klasë 8, nuk më dhënçën drejt studimi, do me thënë vetëm pagesë. Nga kushtet ekonomike që kishim dhe isha pa plakun, se më kishte vdek plakun, kishte lënë 6 vjeç. Nona ime punonte atëherë, ishte një norm kooperativ 30 lek dhe 30 lek ishte një buk misri. Pra s'kishte mundësi që të më pagunte më shkollë. Dhe u detyrova, shkova në Firës, fillova edhe punën edhe shkollën. Aty marrova shkollën e mesme elektrike edhe vazhdova edhe punë si kamajer fillimisht, derisa më kapi përgjegjësia materiale që kalova 17-18 vjeç, pastaj nga mosha 18 tek nena, fillova përgjegjës material, kalova banakier, kam punu kuzhinier, kam punu shitës metraze, shitës në ushqimore, deri në vitet 90. Dhe më thanë e kom mbyll ketika turistike në qafë Lurës në Tropoj. Po. Aty Masanena, rreth viteve 91 u përfundoi gjithçka me sistemin nga 90-91-shi, në 90 fundi 92-shit, në fillim 93-shit kom marrë në Tiranë dhe vazhdoi fotaperimet që nga 93-shi në Tiranë. Kom punuar 6 vjet te Pazari i Ri, ka qenë shumica, Masanena në vitin 2000 është hap tregu këtu dhe kam 25 vjet që punoj këtu. Pra i thon 31 vjet fruta në Tiranë, e 15-16 kam punu në Tropoj, thonë 27 vjetë për 28 tregtar. Ose jam nër tregtar, që ka Shqipëria i mirë fill vetëm tregtar të rjetën, nuk di të bëj asnjë lloj pune. Po do ta ndryshoje për shembull tregtimin me ndonjë profesion tjetër? Tani jo, këtë moshë jo, sepse mosha ime është mbi 60 vjeç, dhe profesioni tjetër të don shumë kalkulime të tjera, do të thonë që unë nuk i arrin tani bardh, më përpara po, do sikur të më kishte kap ajo kohë me fjalë që të marrë fakultetin, periudhat e mia kanë qenë për matematikë fizik ose për financa. Do të thonë duke qenë mirë matematikë fizik, do kisha marrë financat. Do kisha punuar normalisht në financa, edhe matematikën rrezik e jap edhe sot. Do të thonë as me pasion që e kam. Po pse nuk e ke menduar një herë të bësh mësues për shembull? Po tani është më përpara pas viteve 92-93 isha i martuar, isha me 3 kalama, isha pa shtëpi, erdha në Tiranë pa shtëpi 9 muaj, pas 9 muajve arrita bleva shtëpinë fal fajdeve, se një leti shiçi shtëpia dhe i fuçin fajde, unë ato lekë që pata bleva shtëpinë. Dhe u futa me shtëpi. Ato fillova tregtin. Me 100 leksha, 200 leksha, kam arrit që unë kam një shtëpi time sot për sot. Kam 3 kalamaj, i kam të 3 mbi 32, 34, 36, një goce dhe 2 çuna. Vajza ka marrë mjeksi, edhe është në Belgjik. Djali i madh ka marrë inxhinieri matematike dhe financë kontabilitet, 2 fakultete edhe është në Belgjik. I vogli ka marrë për inxhinieri, ka punuar shumë dikasere dhe për momentin edhe në Belgjik. Ka ndihmuar ty gjatë këtyre viteve të tregtisë, ke marrë kur ishin të vegjël për shembull pranë vetes? Djali i madh. Vetëm djali i madh e ka pasion. I vogli dhe vajza jo. Po ti ja sugjeroje tregtin? Jo, tani nuk ja sugjeroj për arsye sepse ata kanë marrë financat, është tjetër gjë, që kanë marrë ashtu dhe u duket rini sotit
nuk u i nepset për tregti. Pastaj tregtia është edhe më të vanme, plus që duhet të jesh mirë edhe nga shumë. Se unë mund ta bëj thjesht edhe sot, mund të punoj ekonomist, mund të punoj mësues matematike deri në 8 vjeçare jap sot. Domethënë akoma s'kam harruar rrajën e dallorit që kena mësuar klasë 6. Pra, atë shprehit më kanë ardhur më mrapa, pra letërsia më ka ardhur më mas. Letërsi kam qenë diku në zonë si 7 si 8, as 9 se kam marr. Sa matematik të njëjtën nuk e kam njoft 9 e 10 përpjet. Pra kam pas ato. Nësa shprehit më kanë ardhur më vonë, duke punuar tregtar dhe komunikim me popull, si kam qenë mësues fizik ose matematike në klasë me 30-50 nxënësa përballë, kjo më ka ardhur shprehia mrapa. Po si e krahason punën më përpara në fillimet e tua si tregtar dhe tani? Po, tregtia më përpara ka qenë tregti e kufizuar mbrana normave, aq limite sa kishte shteti në atko. Pra, ishte detyruar me punuar për shtetin, mbrana të gjitha digasterëve si çdo ke shteti. Nëse tash pas viteve 91-92 je i lirë, puno ku duash, e zgjedh variantën për shembull, jo në fruta, ose në rroba, ose në kalorina, pra ka tregti ose në kuzhinë ose në pasticeri, pra ka mënyra të tilla, por faktike tregu sot unë që një tregun është larg kërkesave që arrihet sot për qenë në Shqipëri, sepse kamajer ti marri nga fusha pa qenë, pa pas, mësane na njeriu kur lind për një diçka për prirje, ka prirje. Mund të më çoshe, unë kam marrë mesme elektrike dhe s'kam punuar një ditë elektricist. Sepse nuk e kam për prirje. S'kam punuar jetën time ndërtim se s'kam të dhënë, nuk di të çoj tretulla drejt. Pra, mjeshtri punon me plumçe dhe e çon 1 kat, 2 kat, 5 kat me plumçe. Unë nuk di të çoj tretulla se njëna më del shtremt. Nësa tregtin e bëj pa plumçe, se e çoj drejt. Pra di ta bëj, e kam shprehin, e kam gjithçka. Pastaj marr vesh edhe nga fusha e bujqësisë, sepse kam bën një herë pas viteve 90, kam marr tokën e plakut atje dhe marr që nga prodhimi, që nga shitja e dete tregtimi, domethënë dete gatimi. E kam sot. Po, ka fitim domethënë. Jo, nuk ka shumë fitim sepse kushtet atmosferike kanë bërë që nuk prodhojnë. Unë e kam me fruta, domethënë kam rraja arra kam shumë, gështenja kam shumë, kumlla kam shumë. Po, por duke qenë kushtet atmosferike që klima ka ndikuar shumë, pra arra, gështenja, kushtet atmosferike që tu bien bor, tani bor nuk bien as në veri, ato tentojnë me hap shumë herët dhe i prishin prill. Gjithmonë ke punuar me fruta perime? Po 30 vjet në Tiranë, 30 për 31 vetëm fruta perime. Asnjë lloj tregtie tjetër. Asnjë lloj tregtie tjetër nuk bën. S'do ndroje. Jo, tani nuk ndroj, unë edhe vita 2 në pension, ta të ndroj. Kum ço mua tani. Faleminderit shumë. Gjithë mirat dhe e kalofshi sa më mirë me sa. Po e ke 100% të njekun, audiencën e njekës, sepse gjithë Tirana është mjek. Unë të mbart, ja kalofshi. Ja kalofshi sa më mirë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për video të tjera si kjo dhe aktivizoni notification që mos të humbisni asnjë nga videot e përditshme.